Biznesmeni Artur Sheu foli në një intervistë për emisionin Opinion për çështjen e tokës së tij në Zvërnec. Shitja e tokës së investitorëve është bllokuar nga SPAK, por Sheu tha se nuk kishte asnjë problem dhe prokuroria mund ta hetojë. Unë jam një nga pronarët e tokës në Zvërnec, 460 hektar janë të fisit tonë. Kemi me certifikat pronësie rreth 253 hektar. Prona jonë është e padiskutueshme. Do të vi avokati im aty që t'ua shpjegoj. Është pronë e vjetër dhe jo e blerë. SPAK-u ka punën e vet, le ta verifikoj. Puna ime është që të sjell letrat dhe le të shoh letrat. Investitorët nuk i njoh fare, kam ndërmjetës. Takim në Aruba? Absolutisht jo. Kjo nuk ka lidhje as me ministra as me kryeministra, është komplet fake news. Takim? Absolutisht jo. Avokatin e kam gati dhe le të flas me SPAK. Kam 29 vjet pa ardhur në Shqipëri, kam azil politik në Amerikë. Më pëlqen paneli që keni sot aty, sidomos Agron Shehaj dhe Adriatik Lapaj që janë vëllonjat. Ju kam shumë xhan, tha Shehu. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.